Do t'jemi në transmetim të drejt për drejt maraton, ashtu sikur se kemi qenë gjatë gjithë ditës së djeshme. Ne do t'kemi një lidhje tani me Sediana Hunën, kolegja është ndodhet tek Parku Olimpik, atje ku numërohen votat e diasporës, me sa duket për momentin procesi numërimit votave është ndërprer, por për më tepër na informon Sediana. Sediana, përshëndetje. Eliana, mirëmëngjes. Ndodhem në Parkun Olimpik të Tiranës. Procesi i numërimit të votës diasporës, që është të rëndësishme këtë vit zgjedhor, është ndërprer për shkak se numëruesit dhe komisionerët kishin nevojë për pak pushim, por pritet që të rinis pra procesi i numërimit të votave pritet të rinis në orën 10:30. Ndërkohë, vota elektronike pritet të bëhet publike në orën 8:30 në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kujtojmë se votimi elektronik është kryer në dy zona, në njësi numër 10 dhe në Vor, aty ku përpos incidenteve që janë regjistruar mes komisionerëve dhe eksponentëve kryesor të partive kryesore në vend opozitare dhe në pozitë, problematikat e tjera kanë qenë vetëm problemet që kanë hasur të moshuarit sa i përket përdorimit të pajisjeve elektronike gjatë procesit të votimit të ditës së djeshme. Ndërkohë, sa i përket zarfeve të Greqisë, pra votës së diasporës greke, janë lënë veç dhe do të numërohen veç. Gjë që është ankimuar nga ana e Partisë Socialiste, ku kjo e fundit me anë të një shkresë drejtuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka kërkuar që numërimi i votave, pra kjo shkresë të rishikohet dhe të nisë menjëherë, por ende nuk ka një reagim zyrtar sa i përket kësaj shkrese, kësaj kërkese të kërkuar nga ana e Partisë Socialiste. PS-ja argumenton se vendimi i KQZ-s për mos numërimin e votës Greqisë është nxjerrë në kundërshtim me dispozitat e kodit zgjedhor. Kujtojmë se gjatë procesit të dërgimit të zarfeve ka patur disa problematika nga ana e DHL, por jo vetëm edhe marrjes së zarfeve nga ana e qytetarëve, të cilët jetojnë dhe punojnë në shtetin grek, gjë që ka bërë që vota e diasporës të numërohet më pas të gjitha shteteve të tjera, pra diasporës tjetër, shqiptarëve të tjerë të cilët jetojnë jashtë vendit. Ndërkohë, sipas të rezultateve të deritanishme të reflektuara në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për votën e diasporës, Partia Demokratike, Aleanca Shqipëria Madhështore ka marrë 726, pra 43.95% të votave, teksa Partia Socialiste ka marrë 705 vota, pra 42.68% dhe Nisma 117 vota, pra 7.08%. Sa i përket rezultateve të deritanishme në rang qarqesh, pra sa i përket votës së diasporës, ato ndahen sipas qarqeve. Dua të theksoj këtu, vota e diasporës, vota e emigrantëve shqiptar do të ndahet sipas qarqeve, pra automatikisht zarfet që i përkasin votës, që i përkasin një qarku, do t'i bashkohen dhe zarfeve të tjera të cilët pra kutive të tjera që votave të tjera që janë vendosur, janë numëruar për brenda territorit shqiptar. Sa i përket të qarkut të Tiranës, në Kamës, për të bërë një rezume të gjithë rezultatit të bërë publike deri më tani nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike, Aleanca Shqipëria Madhështore ka 4173 vota, po flas për Kamzën, pra me përqindje 20.25%. Lëvizja Bashk ka 141 vota me përqindje 1.36%, Lëvizja ADV-u ka 0.8%,
Partia Koalicioni Euroatlantik ka marrë 3226 vota, Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 4576 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 239 vota. Kjo ishte për Kamzën, ndërsa sa i përket Kavajës, pjesë e qarkut të Tiranës, Partia Demokratike ka marrë 2557 vota, rezultatet të bëra publike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në këto momente që po flasim, pra përditësimi i vetëm pak minutave më parë, ndërsa Partia Socialiste po marrë dhe kundërshtaj dy partive, pra dy parti të cilat janë më të mëdhaja në vend, njëra që është ende në pushtet, pra kërkon një mandat të 4 dhe Partia Demokratike që kërkon të rikthehet në pushtet pas 12 vitesh, Partia Demokratike Partia Socialiste në Kavaj ka marrë 2186 vota deri në këto momente që po flasim. Sa i përket Bashkisë Rogozhinës, Partia Demokratike deri tani del me rezultatin 2299, Partia Socialiste 3129. Ndërkohë Bashkia Tiranë, që është edhe bashkia më e madhe që po flas, Partia Demokratike 19919 vota, Partia Socialiste 29690 vota, Bashkia Vor, e cila dhe gjatë ditës së dieshme pra është zhvilluar procesi i votimit në mënyrë elektronike. Partia Demokratike deri në këto momente nuk është bërë publike as Partia Demokratike dhe as partia tjera, duke qenë se rezultatet e numërimit elektronik do të bëhen publike në orën 8:30 përmes faqes zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po se Diana, të falenderojmë, mbetemi në kontakt. Faleminderit.